Kuvendi i Republikës së Kosovës ka shkëlqyer me dhe për këtë maraton pune që o ka lodhur trurin dhe shpirtin se 1 minutë vetme e punës se një deputeti i kushton qytetarëve 18,93 €, ndërsa çdo sekond 32 cent. Prej 19 prillit e deri më sot, Kuvendi i Republikës së Kosovës ka shkëlqyer me efikasitetin e tij legjendar. Plot 6 seanca janë mbajtur për konstituimin e kësaj legjislature e që në total kanë zgjatur 39 minuta e 18 sekonda, ose 2358 sekonda punë intenzive parlamentare. Dhe për këtë maraton pune që o ka lodhur trurin dhe shpirtin, deputetët tanë do të shpërblehen me rreth 750 € bruto për kokë. Kjo do të thotë se 1 minutë e vetme e punës se një deputeti i kushton qytetarëve 18,93 €, ndërsa çdo sekond 32 cent. Me 2 sekonda pune, një deputet fiton sa një qytetar paguan për një bukë, me 6 sekonda sa një macchiato në Prishtinë dhe me vetëm 18 minuta, deputeti arrin të arkoj sa është paga mesatare e një qytetari të Republikës së Kosovës. Ne jemi përballë Kuvendit të Republikës së Kosovës, pra përballë objektin në cilin janë mbajtur këto seanca që kanë zgjatur vetëm pak, e tani do të telefonoj disa nga deputetët të zgjedhur të kësaj legjislature për të pyetur se mos vallë ndonjëri prej tyre e ka njët mos me marë pagën, cilin e ka fituar për më pak se 14 minuta punë. Ale, përshëndetje, zoti Batire. Përshëndetje. Jëm djelza gazetare për Insajderit. Insajderit? Po. Keni marë rrugën, a keni njës me e marë, me e këtyja. Fajnë tonë, s'pajnë të zhjëzdilë dhe si pashë. Rrëth 750. Po, s'ka të ashtë. Po tash me qinë se qëtu pare keni marë për më pak se 14 minuta punë. Po du me dita e keni njët me marë rrugën, a me e këthyja, qysh po tani me veprum? Po, zotë, nëse tja që më ka dojnë, nuk e dinë me shqyë që aldo, se po në rase, oke. Nuk po tisha. Po mirë, e a... Se këqyrë jetë, se ndonë, të... Varsisht prej shumës, po thua? Artan Behrami, deputet i Partisë Demokratike të Kosovës, i cili është ish këshilltar i ish presidentit Hashim Thaçi dhe është për herë të parë deputet në Kuvendin e Republikës së Kosovës. Vjen të cekët se nga deputetët që i telefonova më herët, zoti Behrami është më i qasshëm se të tjerët. Do të ndaj gazetarëve të shohim se kësaj radhe apo e hap telefonin, edhe nëse e hap cila është përgjigjja e tij. Me disa llogaritje, ju brenda kësaj legjislature keni marrë disa seanca që kanë zgjatur më pak se 14 minuta, edhe në total pritet për afërsisht një dalë rreth 750 €. Pra veç pyetja është, a e keni atë me marrë rrogën për çdo seancë që i keni marrë? Veç lutëm nisë në pyetët, edhe unë e gjithë qysh ta krej përgjigjen. Okej, në rregull. Faleminderit shumë, fola tëm. Atëherë po ja shënoj me njëherë pyetjen, zoti Behrami.